sërish së bashku dhe duhet t'ju kujtoj se protesta e studentëve të jurisprudencës në Shkup, ku kërkojnë të drejtat për të dhënë provimin në gjuhën shqipe, ka marrë për masa dhe mbështetje të mëdha. Ka mjaft reagime. Në fakt, do të analizojmë pikërisht këtë element të rëndësishëm për t'i dhënë zë, por jo vetëm, dhe çështjet e tjera të ndjeshme, sikurse është çështja Akshi, apo edhe situata në aeroportin e Vlorës, jam me Besar Xhaferin. Mirë se erdhe, faleminderit. Faleminderit për ftesë. Kështë bërë një reagim interesant, të theu, jo se reagimet e tjera tuat si janë interesante, ato spikasim, por kjo që ka në fokus rinin dhe disa të drejta, me disa nota që realisht cilin një tjetër emocion nga realiteti që ne jemi mësuar të shohim. Si e ke parë, çfarë po ndodh atje? Protesta e studentëve patjetër është një protestë inspiruese, sepse bazohet mbi kërkesën e drejtave të tyre, që duan në një shtet multietnik, siç është Maqedonia e Veriut, të respektohen, dhe nga drejtat bazë patjetër është të përdorë gjuhën e nënës, pra gjuhën e atyre trojeve etnike, për të cilën u bë dhe lufta në 2001-shin. Patjetër që kanë bërë shumë mirë që i kanë thënë stop dhe i vunë kufirin qeverisë Miçkoskit, në mënyrë që të ndaloj avancimi i nacionalizmit të Maqedonës, të cilët kërkojnë për ta bërë këtë shtet të unifikuar në një etni, në një gjuhë, në një... Por patjetër që ajo është një eksperiment që do dështojë çdo herë që ata do e tentojnë. Tentuan në vitet 90, mund të tentojnë dhe tani, por lajmi shumë pozitiv është energjia e këtyre të rinjve, vitaliteti i tyre dhe shumë eloquent, pra i kemi parë në mënyrën se si janë shprehur. Po patjetër janë jurista, janë avokat, dhe me sa duket protesta e tyre doli e suksesshme, sepse tashmë... Edhe ndoshta sepse janë avokat, ka marrë këto për masa me gjithë këto elementet e të mbrojtjes të drejtave tyre. Gjithmonë fakulteti i drejtësisë prodhon njerëz më të politizuar, pra le të themi në diskursin e tyre, më shumë se sa fakultetet e tjera. Dhe ndoshta edhe këtu ishte gafa e qeverisë Maqedonisë, që preku pikërisht këta student, pra që provimi i jurisprudencës të jepin gjuhë maqedonse, ndërkohë që atje universitetet janë shqip. Pra atje ka universitete në shqip. Dhe përderisa ka universitete në shqip, edhe provimi duhet dhënë në shqip, edhe zanati duhet praktikuar në shqip, sipas le të themi rajoneve që janë mbi 25% të banorëve janë shqiptar. Çfarë i nevojitet sot kësaj proteste? Kur them çfarë i nevojitet është për ta, jo vetëm për ta mbajtur gjallë, për të thënë të drejtën që ata kërkojnë, dhe si po përdoret në rajon, po them. Tani politikisht patjetër që aty do ketë ndërhyrje për njerëz të ndryshëm për të marrë, le të themi, meritën. Pra, kuptohet që ka disa dyshime që BDI-a e Ali Ahmetit është në prapavi në organizim, apo është një përplasje mes Albin Kurtit dhe Edi Ramës përsëri këtu, sepse BDI-n e mbështet Edi Rama dhe Vlenin e mbështet Albin Kurti. Megjithatë, unë doja që kjo protestë të zhvishet nga këto fronte politike dhe të jetë me të vërtet për rëndësinë dhe gjenezën në gjenezë që ajo ka, që është mbrojtja e të drejtave të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Mua patjetër më pëlqen ta quaj Ilirid, sepse ashtu është dhe ajo krahinë e quajtur historikisht pra në trojet shqiptare, por që të jemi korrekt, le të themi me termat diplomatik, është Republika e Maqedonisë së Veriut dhe shqiptarët aty janë shtet formues, nuk janë një minoritet i vogël, që edhe sikur i vogël të jesh të drejtat minoriteteve duhen respektuar, por janë në një nivel dhe më i lartë, janë etnicitet shtet formues. Pa shqiptarët, Maqedonia e Veriut nuk ekziston. Tani, u tha që studentët e Tirana kanë dashur që t'i bashkohen në protestës Shkupit, por janë ndaluar dhe flitet edhe për ndalime, s'duhet të them fjalën arrestime. Po, edhe për arrestime, verifikime, të gjitha, po, patjetër. Tani patjetër që Tani tu je përpara një incidenti diplomatik. Ai kufir është një kufir jo shumë miqësor ndaj shqiptarëve, prej dekadash, kanë ato teknikat e vjetra jugoslave. Po, duhet pranuar nga mënyra si kontrollojnë qoftë edhe shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, si trajtojnë... Po, pikërisht, pra është një kufi jugoslav, të cilët mundohen që patjetër shqiptarët i shohin me një sy përçmues. Por këtu është dhe dështimi vetë qeverisë shqiptare që propozonte me shumë pompozitet Ballkanin e hapur.
duke lënë dhe Kosovën jashtë Ballkanit hapur me idenë që le të heqim kufit, le të ecim. Është një, le të themi, mësim që ne shqiptarë do ta mësojmë që vëllezër dot me slavët nuk bëhemi, inshallah të kemi marrëdhënie sa më normale se na ka rënë fati të kemi te dera dhe duhet të jetojmë normalisht, po vëllezër me slavët nuk bëhesh dot, vëllezër bëhesh me shqiptarët. Pra nëse ka diçka të hapur që ne duhet krijojmë, duhet heqim kufit, patjetër është me shqiptarët që kemi në kufi, minimalisht me Republikën e Kosovës. Pastaj me Republikën e Maqedonisë së Veriut ne duhet jemi shumë strikt, shumë të qartë në kërkesat tona, sepse atje kemi gjysmën e kombit ton, të cilët patjetër sa herë preken ne duhet jemi të parët që duhet të ngrihemi me notë proteste, me gjitha lëvizje diplomatike të mundshme. Do ta përmendë Tauland Ballën që ka mbështetur kërkesat e studentëve shqiptar. Ai thotë të gjejnë zgjidhje të qëndrueshme etj. Tani çfarë mesazhi politik po përcjell Tauland Balla? Tani Tauland Balla ka vendosur të jetë ministër i jashtëm, ministër i diasporës, kronist sportiv, sepse poston gjithë golat e legionarëve të kombëtarës. Nuk e di çfarë është Tauland Balla. Tauland Balla është vetëm kryetari i grupit parlamentar dhe kaq. Qeveria shqiptare nuk është Tauland Balla, qeveria shqiptare është ministri i jashtëm, që duhet reagoj, është kryeministri, që duhet reagoj, është ministri i mbrojtjes, që duhet reagoj, është ministri i brendshëm, që duhet reagoj. Këto janë 4 ministri, të cilat nëse ndalohen qytetarë shqiptar, nuk reagon Tauland Balla. Reagojnë këto. Edhe unë jam thjesht i deputet i Parlamentit shqiptar, por dhe antar i opozitës që kam drejt të kritikoj qeverinë. Tani reagimet e Tauland Ballës nuk kanë më vlerë për mendimin tim. Është bërë shumë i përhapur. Po, meqense ministri i jashtëm ka qenë në fokus të disa... Tani ministri i jashtëm i quajti idiot, prandaj s'reagon dot, edhe reagon Tauland Balla. Pra kjo është gjithë koncepti. Mendon kështu? E analizon kështu? Po shiko, se nëse u tërhoq nga ai lapsus apo nga ai gabim ose se vërtetojnë dot. Ajo është shkruar në një grup me ambasador në një vend normal, ministri jep dorëheqjen. Dhe me kaq lapsus jep dorëheqjen, sepse domos ministri i jashtëm që duhet të jetë maksimumi diplomacisë. Megjithatë, okay, në Shqipëri ndodhin këto çuditëra dhe siç themi çuditëra 3 ditë zgjasin. Harrohen. Tani, ka edhe nga ato çështje që nuk zgjasin 3 ditë. Është çështja e Akshi, ku unë do të kaloj tani. Për fat sepse është në gjykat, edhe në prokurori. Se nëse do ishte në prokurori, 3 ditë do zgjasë edhe çështja e Akshit në opinionin publik. Tani, sot ish drejtori i Akshit, Kërçana ishte sërish në SPAK, se do të thënë në Aksh, po në Aksh nuk thehet më. Nuk thehet më derisa në bëhetime, se se dim, po që se prezumimi pavajësisë nuk ja faturojmë tot ne. Një hap e bëri, u lirua nga arresti i shtëpisë. Hapi i dytë është që u viktimizua dhe do hapen GoFundMe për ta ndihmuar që të blejë një shtëpi. Tani shohim çfarë bën te Akshi, te SPAK, më fal. Te Akshi, aty e kthejmë. Edhe në kuadër të gabimeve. Kjo është një parodimi, fjalë është një fabul që duan të na e servirin me zor, që zonja është një zonjë vuajtur etj. Ndërkohë që provat dhe përgjimet dhe gjithë faktet që kanë dalë e tregojnë që është një zonjë e implikuar në aferat më korruptive të historisë së Shqipërisë. Patjetër që në sistemi e drejtësisë evropiane, çdo njeri prezumohet i pafajshëm derisa dënohet në shkallën e dytë pra në apel. Por ne këtë gjë, duke i parë dhe provat, pak a shumë dhe i gjyq publik në Shqipëri fillon dhe bëhet. Pra, edhe unë futem të ajo kategori që nuk jam pro bërës gjyqit publik njerëzve. Por, gjithsesi, kjo që ka ndodhur. Nëse ti del vetë në media dhe edhe ngacmon... A ka më gjyq publik që ja bëjnë të tjerët? Jo, po mundohet të bëj kundër gjyqin publik, pra, kupton, se tani po bëjnë një luftë PR-i, shumë e shpifur, që po mundohen të viktimizohen, se ta, kur ngelen ngush, fillin viktimizohen. Mbaj mend deklaratën e Benametajt, kur doli video e Nusretit. Pra që ishte fatura 30.000 euro me biftek floriri, që kur doli dhe tha ne po hanim buk, e përmendi bukën 20 herë, që po ham buk, po ndajmë buk, po ham buk. Pra janë stile të rilindjes për t'u viktimizuar kur kapen me preshën dorë. Çfarë është Akshi për ty si deputet, me kaq element sa ka dalë, në kuptimin që pa i bërë gjyqin publik? Fabrika e korrupsionit, me fjalë, shifrat flasin.
Nëse aty janë për, po diun, 1 miliard euro tendera mes në këto 12-13 vjetë dhe ne kemi një mbrojtje kibernetike mizerabël, një Albania që spunon, një digitalizim të lëmë për gjysëm, tregon që aty pa tjetër në këto 1 miliard euro kanë shkuar, për s'kanë shku destinacion 200 milion euro. Pra, ka qenë një qerdhe dhe një fabrik korupcioni, ku shumë njerëz janë pasuruar pa u lodhur fare. Dhe prandaj sot kemi edhe tentakulat e krimit aty, sepse krimi lodhet pasurohet, riskon. Riskon duke bler drogën, duke mundua ta transportoj, duke e shpërndar, duke u mbrojt nga policia, ka halle dhe krimi, kurse takshi është pa halle, pasurohesh pa halle. Si thoshte ai, nga 2 e bëjmë 4. Të dënat, po dënat kishin interes. Pastaj ato futen në një nivel tjetër që normalisht edhe për teleshikuesit nuk e kuptojnë, të gjithë, ata pasi bënin 2-4 nuk e kishin problem, që çfarë vlere kanë të dhënat për zgjedhjet, çfarë vleresh kanë të dhënat për fushatën, çfarë vleresh kanë të dhënat dhe për t'ju shitur keqbërësve dhe për t'ju shitur kompanive të tjera, të dhënat janë pasuri. Po nuk e kuptojmë të dhënë, se ne japim të dhënat, japim Facebook, japim këtu, po prandaj këto kompani janë më të vlefshme në botë sepse kanë të dhëna. Dhe Akshi i posedon dhe këto dhëna dhe i përdorte në mënyrë private. Pra, një shtet që i mbledh të dhëna dhe pastaj i përdorin privatisht njerëz si Ermal Beqiri apo Ergys Agasi apo etj me radhë. Të shqetëson si deputet fakti që këtu përveç paras, përveç pengmarrjes, përveç shantazhit, përveç intimidimit, kemi dhe përfshirjet e institucioneve tjera. Ajo që dim publikisht sot është që ASHK-ja, pronat, janë fraksionën hetim atje. Por nuk dim se çfarë ndodh me DSI-kën, me KPP-n, apo me institucionet e tjera që janë pjesë e akuzave ose të dyshuar si të përfshirë pikërisht në këtë dosje. Elemente të cilët ne i pam kur u bë publike. Kur rrjedh dosja. Dhe kësaj duhet i shtoj... Po, besoj pa. Dhe kësaj duhet i shtoj dhe faktin që, kërçana ju kujdes në media të thoshte që Daniel Shima, që ishte deleguar firmë, Zëvendësi që ishte prajmi një firmë të deleguar, përkojnë apo s'përkojnë koha e hetimeve dhe kjo ha diskutim, nuk përmendi për shembull Havade Libashin, që është sërish një person i rëndësishëm që ka patur të firmën në dorë. Pra, ajo çfarë unë dua të sjell ose dua të kuptoj është mënyra, skema se si këta kanë funksionuar, sa shqetësuese është, si vjen te kjo. Pra me një shtrirje kapilare. Ata kanë funksionuar si një kartel, pra. Pra nuk është një kartel droge, por është një kartel, le të themi, teknologjik. Kanë funksionuar si një grusht i vogël, pra një rreth i ngushtë, ku tenderat do shkonin me regjit vetëm tek një dorë. Pra janë ndruar prestanomet, sepse prestanomet janë përdorur për të ngjajtur pak më e diversifikuar puna, por kuptohet që në fund fare destinacioni i tenderave ka qenë vetëm tek një person, që është Armand Frangu. Tashmë Partia Demokratike këtë kërkon, një hetim të thelluar të nepotizmit dhe të ndërhyrjes dhe të konfliktit interesit, që mund të ketë dhe me familjen kryeministrore. Dhe pastaj të gjitha veglat e tjerë për mënyrën se si kanë vepruar duke përfshirë dhe policinë e shtetit. Po, se përmenda. Duke përfshirë edhe bandat më famkeqe që sot ne i kemi përmendur me emër, pra banda e Elbasanit. Dhe patjetër që është bërë një gërshëtim, shtet, teknologji, krim. E se merre vesh me fjalë, në gjithë botën Silicon Valley, i mundohen të jenë kështu kreativ, njerëz të qetë, njerëz që duan shkencë. Këtu në Shqipëri edhe kjo që duhet kishe kreativitet bëhet kriminale dhe bëhet gërshetim shtet krim. Prandaj nuk kemi ne në Shqipëri Mira Murati. Mira Murati kemi ne, po në Shqipëri nuk arrin dot një Mira Murati të bëhet Mira Murati. Se tani më kujtua pak edhe ajo drejtoresha që kishe punu në Silicon Valley, drejtoresha transformimit digital, ku diun qa emri i kishin vënd, që u kap në 11 maj në zyre elektoralet PS-s përballë Petroninit, që mori gjithë provat, i futin çantë, vuri kapuçin dhe iku me vrap pastaj. Nuk e di nëse e mbani më. Po, si rasti patjetër. Drejtoresha e Akshit ishte dhe ajo.
Silicon Valley, kisha punu në Silicon Valley, ajo edhe kisha ardhur në Shqipëri për të transformuar digitalisht Shqipërinë dhe merrej me votimet. Merrej me ditën e votimit me dhënë lekët, a kanë ardhur as kanë ardhur votuesit. Pra kupton ku e çojmë ne muhabetin. Ne çdo gjë e kemi fokus për zgjedhje. Duhen para për të paguar bandat, për të paguar votuesit për zgjedhjet. Do të ndalem tek një tjetër çështje, dhe kjo e nxehtë. Aeroporti i Vlorës, që deri dje e kishim si një debat mes aksionerësh, gjente një zgjidhje, po ka 2 ditë që tashmë çka ka ndodhur. Dy grupe, Ademit nuk lejon hyrje në kantier të punojësve të Pacollit. Policia i kërkon MAPCO vendimin e gjykatës, policia është atje. Në me thënë, çfarë ndodhi është ajo që ne dinim si debat, dinim si konflikt, dinim si shqetësim, po tani ka prekur në kontraktorët dhe ka sjellë të ngërçin kështu që na çon gati-gati në mënyra të primitive. Sa unë kur i pash për të parë mendova se ishin minator ose... Ata janë punojnës në kontraktorë që kanë kontratën duhet përfundojnë punimet. Me drejtën e tyre? Punimet janë 99% të përfunduara te terminali. Pra, sepse normalisht aeroporti i Vlorës ka pasur 2 ndarje. Sipas informacionit tim, grupi 2A do merrej me pistën, pra me asfaltimin e pistës, kurse MAPCO-ja do ndërtonte terminalin, pra, që është punimi, le të themi, më shumë godina dhe gjithë shërbimet e tjera. Tani kjo është një histori e gjatë, janë marrëdhënie brenda aksionerësh, siç ndodh në çdo biznes në Shqipëri, janë dokumenta, flitet për dokumenta të falsifikuara, që ka bërë CEO i MAPCO-s, i cili tashmë është i kallëzuar në gjykat nga Mabeteksi apo nga MAPCO-ja, sepse është shumë e çuditshme që një kompani nga 2% të shkote 49%. Në një farë mënyre është një lëvizje shumë e madhe, të cilën patjetër drejtësia duhet ta hetojë, por unë mendoj që edhe Parlamenti i Shqipërisë do të krijojë një komision hetimor për ta hetuar. Do ta kërkoni? Po, do e kërkojmë. Si fillim do kërkojmë interpelancë, unë kam dorëzuar kërkesën për interpelancë urgjente me Ministrin e Infrastrukturës, pastaj do dorëzojmë edhe kërkesën për komision hetimor. Patjetër që jam i bindur që s'do e japin, por një parlament serioz kërkon komision hetimor, sepse kjo është një investim strategjik. Nuk është si, çfarë them, një ndërtim hoteli, po është diçka që e transformon ekonominë shqiptare dhe ka kaluar me ligj dhe nga parlamenti, pra nuk është vetëm nga Ministria e Infrastrukturës, pra është ratifikuar edhe në parlament ndërtimi i këtij aeroporti. Unë kam posedoj shumë dokumenta, të cilat po i studioj, po analizoj, dhe patjetër që kësaj gjëje do i shkoj deri në fund, jo për t'i dhënë të drejtën cila kompani ka drejtë. Kjo nuk më intereson fare. Është marrëdhënie mes palësh ajo biznesit, por kush është pjesa që realisht ka një interes? Por gjëja që më shqetëson pafund është që shumë biznese në jug, pra le themi nga Vlora dhe deri në Himar, kanë investuar pafund këto 5 vite për të rritur kapacitet në dhomave, për të shtuar hotelerin, për të shtuar dhomat, me plan biznesin se do hape aeroporti këtë maj. Po, e drejt. Atëherë, ata nuk e kanë bërë për tregun shqiptar. Tregu shqiptar dihet sa shkojnë në jug. E kanë bërë për këtë aeroport. Dhe çdo ditë që ky aeroport mbahet peng nga kjo situatë, dëmi ekonomik është i pa mas te këto biznese, deri në falimentim, se me kredi janë bë. Kush është trafikant i ka bu me lekët e pastrimit, por nuk janë gjithë trafikant që merren me biznes, dhe ne për ato bizneset duhet luftojmë. Kështu që unë shpresoj që aeroport të hapet një orë më parë. Çfarë po thoni ju është penalizimi që i bën gjithë zonës, gjithë qarkut, sepse ata kanë investuar ata. Po, kanë parë, shiko, se ka një gjë, kur e shikojnë afat gjatë dhe kanë vizion, ne i pengojmë ose këta pengohen aksidentalisht nga përplasja dhe nga pamundësia për t'i rregulluar. Kur nuk kanë vizion, ne i masakrojnë sepse bëhet aeroporti dhe nuk kanë vizion për të qenë konkurrues në treg. Dhe ky është një paradoks. Unë zhvilloj mjaft biseda në këtë periudhë me tur operatorët. Dhe kjo që ju po thoni, më ka ardhur, pra si shqetësim real. Dhe pavarësisht se kanë prenotime dhe janë të kënaqur deri diku, sërish gënjimi është jashtëzakonisht i madh sepse ata kishin marrë premtimin
që do të hapesh aeroportit dhe si një linjë direkte dhe me marketim që është këtë vit do domosdoshëm. hapej, vitin tjetër do ishte full, pra do ishte se do një vit që të lidhen kontratat. Dhe ata i kanë bërë kontratat një pjesë, përveç se kanë bërë llaçetulla që themi neve në investime, në akomodime, në dhoma. Jo, kanë bërë kontrata me agjenci turistike ndërkombëtare, të cilat patjetër kërkojnë aeroportin se nga Tirana deri në Vlorë dhe Mbrek do 2-3 orë, nuk të vjen asnjë agjenci ndërkombëtare. Prandaj hoteleria e Golemit Lulzon, se ka rinasin afer. Pra aeroporti është jetik kur vjen puna për turizëm të strukturuar, të organizuar masiv. Pra të vit zbresi charteri dhe të vinë 300 turistë. Patjetër, është jetik me paketa, me gjëra dhe çdo turist që vjen në këto lloj paketash nuk e do më shumë se një orë larg destinacionin për të shkuar në hotel. E njëjta gjë me shqiptarët kur shkojnë në Antalya nuk duan 2 orë, pasi fluturojnë dhe 2 orë me autobus për të shkuar në hotel. Pra ky është shqetësimi jonë patjetër i parë. Shqetësimi i dytë pastaj është që këtu dyshohet se ka ndërhyrje shumë të forta kriminale të bandës 5B. Pra të grupit të Belinda Ballukut, të cilët patjetër kërkojnë që këtë aeroport ta zotronin dhe ta vinin nën sotrimin e tyre. Por kjo akoma s'është e vërtetuar dhe për këtë do i shkoj deri në fund hetimit të gjithë dokumentet. Se kjo është një gjë, megjithatë ka mekanizme sot politika për të mos ta lënë si një sherr mes aksionerëve me një kosto të madhe për vendin? Shiko, politika, se kjo është një rast shumë i bukur specifik, sepse tani po thonë që ke masë në gjykat. Pra qeveria është distancuar duke thënë është masa në gjykat. Masa në gjykat ka vendosur që 2% të bllokojnë 98%. Dhe të bllokohet. Që e kanë bërë me këta artificë të masës në gjykat, po ne e dimë se si gjykatat influencohen, pa tjetër, kuptohet. Por nëse do ndërhyjë qeveria, nuk e di, ndoshta do ta marrin në zotrim vetë, derisa këta të zgjidhin problemet e tyre, ai aeroport duhet hapet, do të fillojë operimi. Pastaj ndoshta do shkojnë në arbitrazh, do zoti që nuk ka ndërhyrje të qeverisë shqiptare, që do përfundojmë paguajmë përsërisi për beketin. Si beketi, pra ne do mbarojmë së paguari, pra subjektet private mirë keq, sidomos subjekti Mabeteksi që ka dhe buxhet dhe fonde, do e gjejnë drejtsinë në një gjykat planetare, pra as europiane, fund ditës i kanë si mjetet, si gjërat për ta çuar çështjen sa më larg. Ne do përfundojmë së paguari për kapriçot e ndonjë qeveritari që do ta ketë zotrim. Kuptova. Tani të shohim nëse do të pranohet. Me interpelancë, përse patjetër do pranohet, se s'kan ku të shkojnë për interpelancët. Pastaj është? Pase komisioni hetimor duhet me votim në parlament, pranohet apo s'pranohet, por interpelancët patjetër që do i pranojnë. Edhe në Komisionin e Ekonomisë patjetër që do vinë. Zero, unë falenderoj që të kohën, bashkove sot në këtë komunikim. Falenderoj dhe ju. Ishte kënaqësi, ndërkohë gjithsa u tha është edhe në faqen tonë zyrtare, më cnë.tv.al.